për zotin Ramabaja nuk po shihet që ke konsiderat? Nuk kam qështë kam konsiderat se aj po thet, unë nuk jam kërkushi. Me deklaratet të tina, nuk është aj ashtë naje sa më Ky nuk është Sadi Ramabaja i periudhës së burgut. Po as periudhën e burgut nuk e ka pas në farë roli të rëndësishëm, ose nuk e ka pas, se shumë shpejt vëllëshu, dhe nuk ma shumë vëllëshu shpejt me 2 vjetë, se s'ka majtë ma shumë burg. Në unën tjetër ka dalë në diaspor, në unën tjetër atje është mundu më pozicionu dhe me lujt një rol të rëndësishëm, por si familje Ramabaja, në vitin 83-84 ka ra në një pozitë tepër të palakmueshme me rastin e vrasjes që u bo në mes të Gjevdet Ramabajës dhe Bajram Bahtirit. Kemi një vrasje, kur kemi rënë burna, edhe të grupit tonë kemi një vrasje që ka ndodhur mes Bajram Bahtirit dhe vllajën e Rahman Bahtirit, i cili ka marrë 10 vjetë burg, i vllojit tina dhe Gjevdet Ramabajës, i cili është i afërt, shumë i afërt i. E pse po e përmend këtë çfarë? Për përmeni se janë varret janë edhe pajtaj, domethënë problemi nuk është i zgjidhur. Ende? Normal që nuk është i zgjidhur, sepse kemi pësuna shumë njerëz. Gjevdet Ramabaja është ra për tradhti. Bajram Bahtiri ka vrar për tradhti Gjevdet Ramabajën, pastaj policia dhe njësitë speciale e kanë vrarë në kodrën e trima Bajram Bahtirin, të cilët kur ka ndodhur vrasja, tash edhe kom ditë edhe ato, po edhe kom shkrimin, kur ka ndodhur vrasja, Bajram Bahtiri lëshu prej burgut, 2 javë i ka marrë në burg. Pastaj ka dalë prej burgut, ka ardha i Gjevdet Ramabaja te shoku i vet, se këta kanë qenë shok të veprimit edhe të ilegales, edhe në shkollën e mesme, që kanë qenë bashkëpunëtor me Afrem Gjitin, edhe Fahri Fazlin e krejt, edhe pastaj në 84, kur kemi rasën të vitit 84, është kur ranë grupet më të mëdha, sepse kaluam na prej grupeve, filluam u organizu me kaluar një lëvizje të përbashkët të veprimit, sepse ishte forcuar lëvizja në çast masë, ishte rrit numri i qytetarëve shqiptarë që dënin të vepronin dhe kundër pushtetit të Kosovës dhe pushtetit të Jugosllavisë, atëherë ndodhi që kjo vrasja e Gjevdet Ramabajës nga shoku i tina Bajram Bahtiri, i cili pastaj me njëherë policia ka qenë, Gjevdeti ka qenë i përcjellur me njësinë speciale, e kanë rrethuar shpinën. Ju dyshoni që aktiviteti legal është dekonspiru prej Gjevdet Ramabajës? Jo dyshojmë, po është vërtet kjo, nuk ka këto. E çka e lidh Sadri Ramabajën me këtë punë? Familjes vetë ka. Familjes vetë ka, normalisht. Çka po ngrit dyshime që Sadri Ramabaja çka thash? Nuk jam të ngrit dyshime, po krijon vetë dyshime. Ky duke krijuar vetë dyshime kundër veprimit dhe veprimtarisë tim të hershme për ne të burgosin në politikë, që i njohëm rezultatet rrethonat e rrugët mbi të cilat ka shkuar lëvizja, normal që ose këtë duhet me dalë sot, nëse nuk është ashtu me thonë distancohem nga veprimi i Gjevdet Ramabajës. Sigur që jem distancuar në për dësat mirë atje. Normal, se ti qysh. Të nuk ka kur çfarë problemi, edhe ka pësu shumë keq familja Rahman Bahtirit. Bajram Bahtirit, po? Jo, Rahmunit, Vllajtini, ka qenë grupin e Sejdi Veseli, dhe i ka u dënu me 10 vite. Po, edhe bashkë kemi qenë mbërgaret, që edhe i di rrethonet edhe i di ngjarjet krejtësisht, pik për pik që ka zhvilluar ngjarjet. Sepse marrë pjesë edhe kur janë për vjetorët, se bile, se qatat burgosin politikë, si vjetë, e boni të bim, ato dhe janë gjetën një plakë për këtimore, aty në vlëzërve, në dyrët, se ajo gjinin që atje të shkolla në Zim Gafuri, për Bahtiri, janë gjetën një plakë për këtimore në emën të veprimtarisë 10, edhe nuk mujta me nejtë, pa dalë edhe me thonë, hej, është mirë, se ato kanë 4-5 vetë që i lexuan. Burgosin politikë që i lexuan jetën dhe kumtesat e tyne. Unë i thash të gjitha i thatë mirë këtë që ka i thatë, por nuk i thatë
atë vërtetë që ka ashtë. Thash, tregoni qytetarëve se në këtë shtëpi këtu është vrarë Gjevdet Ramaboja. Këtë shtëpi mrena. Edhe ditën kur u lëshuve Bajram Bahtiri prej Burgut, se ka qenë fëmijë i ri, apo edhe 17 vjetë, në gjenerat ka qenë me Afrim Xhetinin Fahri Kalili. Andaj, unë nuk po më i duru dhe me të i kalu gjitha këto probleme, sepse po mundohen me të i kalu problemet se gjoja për hirë të unitetit, po uniteti i popullit shqiptar, edhe bashkimi i popullit shqiptar, nuk afrohet e nuk vjen me mashtrime, me gënjestra, po vetëm me të vërtetat dhe me idetë përbashkëta. Neve në bashkon, që se dojmë qenë adhëtarë. Shok tuaj të idealit, sot janë një prej tyre me zotin Kurti, me atë që ju kritikoni vazhdimisht. Unë Me kë ke ndarë rrugën nga të burgosurit politik? Po, rregullisht. Me kë keni ndarë me rrugët? Po, me Ydaj Desenin. Ja kom tërhej vrejtë 2 letra publike, kom shkru. Me Gani Krasniqin, kom shkru letër publike dhe kom drejtuar që tërhesh në mëslejani që mbi kurrizin e ju më ndërtu diçka që është në kundërshtim me atë që i kemi thirrë qytetarët dhe popullin për me punu dhe me vepru. Ne të burgosin politik, të vitet 80, 81, dhe në vitet 90, kemi obligimet edhe detyra tepër të mëdha. Nuk gëzojmë na me qua dhe me rshit në ideologjit populiste që janë në shërbim të shërbimeve të huaja, edhe më radh tash ata më na kesh përdor neve si emën që kemi krijuar një bagazh politik para qytetarëve, edhe prej të niset, dhe në vitin 2000, që edhe një pjesë e madhe shokëve tonë kanë qenë edhe në luftë, edhe në QK, edhe gjithë aty në çështje, e sot me dalë me shërbyje një fitore Pacollit, me shërbyje tash një Albin Kurti që po tregon që ai nuk ka qëllim me zgjidh problemet e Kosovës. Ai ka qëllim që Kosova ta hapson më së pari një krizë ekonomike të fuqishme, që po vazhdimisht për epson edhe po vjen duke epsuar edhe matutje. Pastaj, ndalimi i firmave të cilat vetë sa kanë filluar mi marrë dhe mi prodhu kombet, si që është fabrika e qumshit, për shembull Vita, si që janë fabrika tjera, si që janë veçanëri, si që janë gurthysit, firmat gurthyse, që i kanë mbyllë dhe i kanë mshele dhe tash, shqiptarët kanë filluar me sjell zallëve, kërshë gur, me sjell prej Delevocit, me sjell prej Serbisë, që ka arnë për shtetë që asgjë asnjë mall i Serbisë nuk ka me kalu dhe nuk ka me hi në Kosovë. Vetëm një rast për të kallëzoj. Firma që i kemi praptu kamionat në Lëpsh, ajo është një firmë e Besionës, e Budijës. Aty një u kanë praptu kamionat e krejt, po me gjë që i ka marrë 3 milion po euro. Për domi që ja kemi shkatu, edhe që domi që i kemi shkatu shoqata edhe kjo, lëvizja vetëvendosje. Ajo tash është firma me fuqishme në lap. Ajo ka filluar tash më marrë me ndërtimin e ndërtesave të larta, edhe në Prishtinë edhe në Besion, merret me importimin e mallrave nga. Është një drejt ligjore që i ka takuar. Po, i ka takuar dhe një drejt ligjore. Ato janë domet e cilat i ka kriju shteti, prandaj shteti me veprimet që Kjo tregimi historisë. Ky tregimi historisë është në pushtet. Dhe ta në pushtet po. Vendosja është në pushtet. Që 2 vjet. Po këta po paraqiten që në pushtet. Është në pushtet mbajnë pozitat, lëvizin. Po këta mbajnë pozitat lëvizin me infrastrukturë të shtetit. Sepse kanë hesht opozita. Si kur të kishim pas kuvendi edhe opozita, ose deputetet e vetë vendosjes, edhe një 7-8 ti me kadrijar, s'kesh mujtaj me thonë që jam kryeministër, as ushtërës detyre. S'ka kryeministër ushtërës detyre. Kush është ushtërës detyre? Ushtërës detyre nuk mundet me qenë kryetarja e parlamentit, pa i kryen detyrat, po jo ushtërës detyres e presidentës. Ajo është ka qenë tash është deputete. Sikur të gjithë deputetet Ti me kadria i qeli rrugën, thu. Ti me kadria unë e falenderoj edhe herë.
po plesh kanë thonë, një kru hu bërën ka me bëru gjithmonë. Timja, edhe pse se kom njoftu në shumë, edhe pse se kom vitë shumë, realisht po them këtu, para qytetarëve, them gjithë qytetarëve. Fjala e popullit që thet, aty ku ka bëru një kruë, ai mundet me dhe duket që përshterë, po kur shpërthen, pastaj ato ujë s'nalet kur. Edhe ti me Kadria, e dëshmoj edhe një herë, se... U a qeli sytë opozitës tu? Të molisët që 6 vite? Po që u qeli sytë, i tregoj ndryshe s'ka ku çfarë mundësie. Edhe ka shumë shtira Albin Kurti tash më deklaruar dhe me thonë, kështu është ashtu. Sepse të gjithë 60% e qytetarëve të cilët nuk kanë dalë në zgjedhje, ata e mbështesin realisht edhe s'kanë qore për mbështet, shembull për marrë idenë dhe veprimin e tij me Kadrijes edhe e partive tjera, sepse janë të kënaqur me politikën, pa kënaqur me politikën që po zhvillohet në Kosovë. Po të ishin në vend të Mirë po, mikët tuaj të dikurshëm të Burgut, Avni Deharit, a do ta bëje veprimin e njëjtë sikur se zoti Dehari? pa qere, Duke shtyrë seanca, duke qenë ndoshta deputeti më në moshë që i takon edhe Avni Berisha. Dehari nuk ka jetu gjatë në Kosovë. Ai më kryesisht ka jetu në diasporë, ai nuk e njeh problemet, dhe tash ai është njeri i cili me trauma që i ka pësuar, për djemë që i kanë vra, edhe ngjarje që i kanë ndodhur, sepse ai ka qenë një burr i mirë, kur kush nuk mundet me mohu, ka punu dhe ka pru shumë, e ka humbur busollën në orientimin aty plotësisht, sikur gusat apo sikur ato në mjegull. Prandaj edhe ati na mbi thëmë, A ke konsiderat për zotin Dehari, për veprimet e tij politike që po i bën? po dëgjoj, tash ne kom pas një besim tepër të madh dhe kom pas një respekt tepër shumë, po ai respekt mu ka zbet din zero, dhe minimal. Flet me të? Po flas normal, edhe ja kom thonë para kuvendit, që para kafes, aty të teatri, kom thonë, Çfarë po? jenë konë kafe kur jenë dalë për kuvendit, të thonë, më zotni, mos lejo ti me vetën sëroja, me Agim Bahtira, me Fitore Pacollo dhe kret me lujt me ty. Këta e matrapaz, këta e në strukturë, kryesisht strukturë e ish pushtetit të kaluar të shqiptarëve në kuadër të krahinës kur ka qenë, edhe njëjtën kohë edhe shqiptarëve të cilët kanë punuar dhe vepruar prej vitit 1989 deri në fillimin e luftës me Miloševićin. Kanë bashkëtu me sistemin Jugoslav, me privilegjet atij Ata sistemi. njëherë mas luftës kanë hesht. Po kur filluan me u te i kalu problemet dhe me ka përqyja ato kundërthonjet dhe mosmarrëveshjet që i kemi pas na me ish bashkëpunëtor të sigurimit të Kosovës, sigurimit të Serbisë, shqiptarë që kanë qenë, edhe ne morëm qëndrem një të bërgozim kur duhen në vitet 90, mi të kalu këto probleme për hit Kosovës edhe mos t'i bojnë të madh, bile kemi pas edhe pak kompliket me zvete, se disa kanë qenë qysh unë me bisedu se një parti politike, një lëvizje të krejt me ata të cilët na kanë sonë në unën motën e gratë, për çështën se ju jeni ata që peshkatran Jugoslavinë. Po na, për hir gjendjes që ishte krijuar edhe rrone që i krijuar, normal që i kemi krijuar edhe i kemi te kalu këto problemet, mirë po tash ka ndodhi. Ndodhi se Çfarë të tha Dehari shkurt në atë bisedën që i tha? Çfarë të tha? veç këshyrë, s'ka qa thet, se mu s'ka qa më thet, se e din që me mujnë që se thet, diqka e hubet e. Pse ti apo i don që s'ko mujtë edhe unë me që anin një pozitë, për shembull në pushtet që ishen këta sadak, moti vetëm se vazhdimisht kom qenë kundërshtar i gabime që jenë bo, edhe në kohën e partisë politike, PDK-se, LDK-se, TAL-AK-se, u bile kom qenë edhe një kryetar, ishe Krenakut me AK-ën prej partisë Keni unitetit qenë kritik tërë kohën. Edhe vazhdimisht. Ke ndarë rrugët me gjithë ata që ke menduar se po i bën dëm shtetit. Po të gjithë në një pjesë mendojmë që ta çdo gjë është mbyty u te kalu, Kosova u shliruar se çashtu u mashrum. Mirë po tash po na del që Kosova u Kurti shliruar. sot po bashkëton me cilin habitat të njerëzve, sipas jush? Kurti sot është duke bashkëpunuar me një 2%, 3% të ish burgosën politik, që kanë pas ambicje dhe kanë ambicje me qenë funksionarë u thetë shtetit,
Se normalisht nuk i edhe të burgos në politikë që s'ka. Me mrizu ka pushtetit tu. E dyta, janë njerëzit kryesisht të cilët kanë qenë familjet e tyre në kuadër të LDK-s, dhe tash, pas vdekjes Ibrahim Rrugovës, në LDK nuk u arrit dhe nuk e kanë kriju ende një leadership mbi të cilën janë të knasht votuesit ose mbështetësit për krah si simpatizantit të LDK-s. Prandaj dolja në skenë dhe ardhja në vitin 2010 e Albin Kurtit në kuadër të u bë pjesë e Kuvendit të Kosovës, ai filloi të shfrytëzojnë tepër bukur edhe tepër në mënyrë mjeshtërore që është kjo aftësi e tina, po është aftësi e shërbime që e këshillojnë edhe ja bojnë gatshëm për të ditë çka më folë, çka më thonë. Kjo është akuzë, duhet të keni fakte për të. Po unë e di se me Albin Kurtin kum ne me ty apet haleje ma i kujdesëm, me të se kum qeni kujdesëm heq. Herë kum bisedu shkur ka asi, kum thonë rrisë se që është e heq, se që rrisë. Ki kujdes që a i të folë. Mos ka zë pralla këto. I përplasë kështu me të? Po si normalisht, po në kryesi përplasën vazhdimisht. E ka ngritur zërin ndaj tjenë? Jo, sa i maj meqëm se one. A e ka te kalu këto me heshte. Po e di kapacitetin e tina dhe mundësin e tina sa ka pas ai mundësi me folje me bisedu. Është Trem Kurti? Trem? Po. Albin Kurti e Trem, kur e den që s'ka rrezik. E tash, na muj me thonë, demonstrata 97-ën, dhe ka dalë në mëseta e protesta. Po unë e kam një dyshim tash të madh. Një herë kanë ka për flekta dhe kur si ka dalë gjaku, protesta. Kurse Jop Statovsin e kanë shkatruar të re, Azaricin e kanë shkatruar të re, studentat tjerë kanë shkatruar të re, të re e të i maltretuar. Po në rregull, ai to pete galoj. Po tash, po më ai mu këthy në histori, dhe më thonë mu këthy mbrapa me mendu çka është ajo punë. E dyta është, me Unionin e Studentëve që ka qenë kryetar Bojar Dogolli, ka qenë Mohamed Mavrej, Drejton Lajqi dhe Albin Kurti në zyrën e një kombi që kom qenë unë Ismet Begolli, ka qenë pastaj edhe Sherif Konjufsa, edhe Afrim Marina që ka qenë nën kryetar i Ukshin Hoti se Ukshin ishte në burg, kur kanë fillu dhe kur kanë marrë dasht ata me kriju dhe me fillu me bo protestat 97-ën një kanë qenë edhe në zyrën tonë. Edhe sot është shkruar librin e Bojar Dogollit për demonstratat e vitit 97, që cekët atje që kemi qenë bashkëpunim edhe me Partinë e Unitetit Kombëtar. Po aty asnjë fjalë Albin Kurti nuk e ka folë, përveç Bojar Dogollit, Mohamed Mavres edhe Drejton Lajqit. Ky gjithmonë veç ka hesht. Po e kam për obligim dhe qytetarëve më thonë se Unioni i Studentëve nuk është krijuar prej Albin Kurtit. Nuk është krijuar as prej Bojar Dogollit. Idenë për krijimin e Unionit të Studentëve e ka Mohamed Mavrej edhe ka Albin Drejton Lajqi që është sot me Jop Statovsin edhe me studentët tjerë. Bojarin e kanë qitë vetëm se ka qenë, edhe ka pranuar që ka qenë si vllai e Enver Dogollit që ka pas në burg. Ti po e bën me behane të Kurtit. Si nuk arritet të shihni këto nëse mund ta the behanet të ti me herët kur ishit bashkë? Unë besoj se me të gjithë shokët që e kanë ndërtuar karrierën e vet politike me asnjë se ka afër. Asnjë se ka afër. Se ka afër për shembull shokët që e kemi krijuar domethënë shoqatën. Po para se me kriju shoqatën, vetë vendosje në kryetjen e lëvizje kështu Ju ka muajtur të gjithëve. Ju ka muajtur të gjithëve. Nuk na ka muajtur, po Ju ka lënë mbrapa me njerëzit e drejtë, edhe njerëzit që besojnë në të vërtetën, që unë edhe sot besoj, që ato që mirë kom vepruar dhe mirë jam sot jam mirë. Je rahatun. Edhe atëherë jam rahatun kur jam do, edhe sot jam mirë. Edhe jam shumë i kënaqur që nuk jam në qeveri, edhe në jam shumë i kënaqur që nuk jam as deputet i parlamentit. Sepse është dash me bo një farforme edhe ma shumë se që e bën sot ti me kadrije. Edhe jo vetë ti me kadrije, me bo dhe ma shumë se sa që e ka bo vetë vendosja, me zolla, me bumbe,
me lëtsjelë, me gaz, me gjithë ato që i ka qitë. Tash është koha për me i qitë ato që i ka qitë vetë vendosja. Atëherë kur i ka qitë vetë vendosja, situata ka qenë shumë ma stabile, edhe shumë ma efektive, edhe shumë ma në një pozitë publik shqiptar ka qenë pozitë shumë ma të lakmoshe që është sot.